Panairi i verës me prodhime bujqësore, blegtorale e artizanale të zonës, si dhe inskenimi i dasmës së Gjergj Kastriot Skënderbeut me Donika Arjanitin në kishën e Shënmërisë, çelen zyrtarisht sezonin turistik veror në bashkinë Vau Ideas. Një ngjarje që 574 vite më parë do të kurorëzohej në një kishë të lashtë që regjimi komunist e rrafshoi me tritol. Për shumë shqiptar, kujtimi i Skënderbeut është identitet. Për gjithë ne sot mund të jetë frymëzim, pavarësisht nëse jemi këtu për historinë, për gjuhën, për kulturën apo thjesht për t'i mbështetur këta të rinj. Shpresojmë që do të merrni me vete një copë zguximi dhe bukurie. Për drejtuesit vendor dhe miq të ftuar, ngjarje të tilla promovojnë zonën dhe japin turizmit një tjetër dimension. Turizmi për ne nuk është vetëm kulturë dhe ekonomi, por edhe identitet. Është mënyra jonë për të treguar si një bashki mund të rritet pa humbur traditën, se si bukuria natyrore mund të shkojë krah për krah zhvillimin e qëndrueshëm dhe me ruajtjen e trashëgimisë tonë. Është edhe gur themeli i qytetënimit, edhe një testament unifikues, një akt vizionar që herët na ka paralajmëruar për një bashkim të trojeve kombëtare në një. Kisha e Shënmërisë, ku mendohet se mund të jetë vendi ku Skënderbeu kurorëzoi dasmën e tij me Donikën, u ndërtua në shekullin e 13. Ajo kishë ishte e vetmja e stilit romak që ruhej në Shqipëri derisa komunizmi e shembi me tritol në vitin 1967, duke sjellë kështu një humbje të madhe të trashëgimisë kulturore.